Blero sonte ka nisur një kapitull të ri dhe të veçantë në jetën e tij, duke kurorzuar dashurinë e tij me Eronitën në një dasëm madhështore që nuk ka kaluar pa u komentuar. Pamja rrezatuese e nusës bukuroshe, organizimi i jashtëzakonshëm dhe detajet luksoze të ceremonisë kanë tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe mediave, duke bërë që çdo moment i dasmës të shpërndahet shpejt në rrjetet sociale. Sipas pamjeve dhe komenteve që po qarkullojnë, disa aludime po flasin se Eronita mund të jetë në pritje të ëmbël. Nëse këta zëra rezultojnë në të vërtet, Blero do të bëhet baba për herë të dytë shumë shpejt, duke i shtuar një kapitull tjetër të lumturisë familjes së tij. Megjithatë, duhet theksuar se deri tani, çifti nuk ka dhënë asnjë konfirmim zyrtar mbi këtë informacion, prandaj gjithçka mbetet një supozim. Mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë lajme dhe video ekskluzive rreth jetës së personazheve tuaja të preferuara.